Gangsterë shqiptar të kartelit famkeq Albanians me paturpsi postojnë në Instagram tufat e parave të përfituara nga trafiku i drogës në rrugët britanike. Kështu e nis artikullin tabloidi The Sun për grupin me bazë në Londër, Albanians. The Sun shkruan se sipas policisë, karteli famkeq Albanians thuhet se është një nga bandat më dominante të drogës në vend, duke fituar miliona pound në vit. Ata janë bërë grupi i tretë më i madh i kriminalëve të organizuar në vend, sipas shtetësisë në 3 vitet e fundit, duke rritur pjesëmarrjen e tyre në treg me 42%, shkruan më tej The Sun. Albanians ka bazat e tyre në Barking, në Londrën perëndimore, dhe videot në Instagram tregojnë performancën e lartë të tyre, të rrethuar me vlloqe parash me prerje 20 dhe 50 pound. Burimet e policisë thonë se Albanians janë gjithashtu përgjegjës për dhunën gjithnjë në rritje midis bandave rivale në rrugët e Londrës. Vitin e kaluar, ky grup ishte shkaku i një lufte brutale me thika në sheshin Trafalgar në Londër, gjatë festës së pavarësisë së Shqipërisë. Video nga skena tregon kalimtarët dhe turistët e tmerruar që largoheshin nga sheshi pas përleshjeve në mes të rrugës. Disa antarë të Albanians janë në burg, duke përfshirë këtu edhe Tristan Aslanin, 29 vjeç, i cili u dënua me 25 vite heqje lirie për vepra penale që kanë të bëjnë me drogën dhe armët e zjarrit. Ai u arrestua pas përplasjes me makinë. Brenda mjetit të tij, autoritetet zbuluan një valiçe me 21 kg kokainë. Në banesën e tij, autoritetet londineze zbuluan gjithashtu barna me vlerë mbi 6 milion pound. The Sun shkruan më tej se grupet e krimit shqiptar janë të lidhur me një rrjet të trafikimit të kokainës nga Evropa në Londër. Agjencia Kombëtare e Krimit ka paralajmëruar se banda të tilla përbëjnë një kërcënim domethënës për Mbretërinë e Bashkuar dhe përdorin kryeqytetin si bazën kryesore të veprimtarisë së tyre kriminale. Hetuesit druhen se tregtia po nxit dhunën, duke përfshirë therrje dhe gjuajtje me armë zjarri në rrugët e Londrës, ku trafikantët shpërndajnë drogën e tyre.